më lejoni që fillimisht të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe falënderimet më të sinqerta për të gjithë mësimdhënësit në shkollat tona, në të gjitha nivelet, për punën e tyre me përgjithësi, për kushtim në realizimin e misionit fisnik për mësimdhënien dhe arritjen më të mirën për fëmijët tonë. Urime fillimisht të gjithë mësimdhënësve nga do që janë 7 marsin ditën e mësuesit. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zëvendës Ministri i Arsimit, zoti Arsim Ademi, i nderuar sekretare e Ministrisë së Arsimit, zonja Fadile Dyla, të nderuar kolegë nga kabineti, nga Ministria e Arsimit, drejtor komunal, zyrtar komunal, shumë të dashur mësimdhënës, mësimdhënëse, të nderuar të pranishëm. Sot është një nga ditët kur publikisht i gjithë vendi lartëson kontributin e mësimdhënësve të tanishëm e atyre veteran. Është dita kur i madh dhe i vogël ngrihet në këmbë për të thënë publikisht faleminderit për mësuesit tonë. Por në fakt, çdo ditë është dita juaj, sepse ju çdo ditë i dhuroni nxënësve dhe shoqërisë. Me mund dhe me djerë së angazhoheni që fëmijët tonë të hedhin hopa të sigurt drejt të ardhmës së tyre. Të jesh mësues është një prej punëve më komplekse dhe më të ndjeshme që kërkon dije, përkushtim, këmbgulje dhe disiplinë. Ngjarja e sotme është një dëshmi e vlerësimit tonë për punën tuaj. Çmimi Shaban Jashari nderon arsimtarin apo arsimtarin e shtruar që ja kushtoi jetën edukimit me të gjithë energjinë dhe dashurinë për këtë profesion fisnik. Për mësuesit ka shumë emërtime. I quajnë edukator, mentor, instruktor, mësues, arsimtar, mësimdhënës, e shumë shpesh edhe prindi dytë. Dhe të gjitha këto qëndrojnë e janë të merituara, sepse ndikimi juaj në jetën e fëmijëve shkon përtej klasës dhe shkollës. Bëhet pjesë e pandashme e individit të rritur nesër e zhvillimit të shoqërisë sonë. Nobelisti francez Anatole France thoshte se 90% e mësimdhënies është inkurajim. Andaj dhe roli i mësuesit është frymëzim dhe shtysë qendrore për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve tonë dhe mendjeve të njoma. Çdo mëngjes i mësuesit nis me shpresë të re, me mundësi të reja për avancim e zhvillim, me befasi të këndshme e me gëzim për rezultatet e nxënësve, por natyrisht edhe me sfida të parapara e të paparashikuara, të papritura. Si arsimtare me përvojë të gjatë në të gjitha nivelet të punës në arsim, e di mirë dhe e kuptoj thellë peshën dhe ndjeshmërinë që e ka puna juaj e çdoditshme. Andaj dhe me këtë vedije në Ministrinë e Arsimit kemi dhënë një tekst të veçantë tek zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Vetëm në 3 vitet e fundit janë trajnuar gjithsej 16.959 mësimdhënës në 172 programe të ndryshme trajnimi, që nga trajnimet për kurrikule deri tek trajnimet për programe themelore dhe plotësuese, këto në bashkëpunim edhe me partnerët tonë. Po ashtu, gjatë këtij mandati kemi ndërmarrë një sër veprimesh, duke përfshirë rritjen e buxhetit për arsim prej vitit 2020 deri në vitin 2025 në 32%, investimet për përmirësimin e infrastrukturës arsimore me investime totale mbi 111 milion euro për ndërtimin e qerdheve, bibliotekave, kabineteve e laboratoreve, sallave të edukatës fizike në 29 prej 38 komunave të vendit tonë, miratuam ligjin për edukimin në fëmijërinë e hershme të vetëdijshëm për rolin e jashtëzakonshëm të edukimit në fëmijërinë e hershme, finalizuam bashkërisht procesin e rishikimit të teksteve të gjuhës shqipe dhe matematikës prej klasës së parë deri në klasën e 12 dhe kemi filluar procesin për rishikimin e teksteve të tjera. Ringjallëm arsimin profesional me 12 profile deri në këtë vit dhe vazhdojmë në këtë vit shkollor me 10 profile të reja. Miratuam rregulloren për përzgjedhjen dhe emërimin e punonjësve në arsimin parauniversitar, duke krijuar kështu lehtësi edhe duke shmangur humbjen e vazhdueshme të orëve mësimore për shkak të mungesave apo arsyeve të ndryshme për cilat mësimdhënësve ju ka pamundsuar që të jenë në vendin e punës. Ofruam mjaft bursa për nxënësit nga komunitetet e marginalizuara, mbështetëm nxënësit që kanë pas suksese apo për të marrë pjesë në garat vendore e ndërkombëtare
dhe një bark masash të tjera. Por, përkundër gjithë këtij angazhimi e punës tonë, unë jam e vetëdijshme dhe e bindur si asnjëherë më parë se janë mësimdhënësit ata që janë faktori kyç për suksesin e nxënësve. Infrastruktura fizike, ligjore, gjithë politika dhe çdo investim janë patjetër se të nevojshme e të domosdoshme, por janë mësimdhënësit ata të cilët janë personat kyç edhe për rezultatet e nxënësve, por edhe për gjithë arritjet e tyre, jo vetëm në kohën sa jeni me ta në shkollë, por edhe në formësimin e edukimin e tyre. Të dashura mësues, kolegë, të jesh i rrethuar nga fëmijët është kënaqësi, po aq sa është edhe përgjegjësi. Secili prej nesh që punojmë në arsim, e bartim me krenari këtë rol dhe qëndrojmë në krah të njëri tjetrit për mbështetje e bashk avancim. Natyrisht se puna jonë nuk shkon e padëshmuar e as e pavlerësuar. Besoj se për secilën e secilin prej jush, mirënjohjet më të mëdha janë ato kur nxënësit tuaj ndoshta edhe vite më pas rikthehen tek ju me falënderimet për kontributin dhe punën që e keni bërë. Sot jemi bashkarisht mësimdhënës me propozime të komunave të ndryshme. Unë nuk ndjehem mirë që çmimin do ta marr vetëm njëri nga ju, sepse e di që secili prej jush punoni shumë, por natyrisht ekipi të cilët kanë respektuar kriteret që janë përcaktuar, rekomandimet që kanë ardhur nga komunat, kanë propozuar një emër, por të gjithë që jemi bashkarisht këtu e meritoni mirënjohjen dhe vlerësimin ton të plotë. E riafirmoj që dyert e Ministrisë së Arsimit janë gjithmonë të hapura për të gjithë ju, për mbështetje dhe bashkëpunim në të gjitha format e mundshme, sepse jemi të vetëdijshëm që sukseset dhe rezultatet i arrijmë bashkarisht. Urime dita e mësuesit, shëndet dhe suksese të gjithëve. Faleminderit. Adem Tolaj nga Gjimnazi Bedri Pejani në Pej. E ftoj të na bashkangjitet në skenë. Ftoj mësimdhënësin Ahmet Ukaj nga shkolla Fajkonica në Ratish të Ullët të Deçanit. Ftoj në skenë mësimdhënësin Berat Berisha nga Gjimnazi Skënderbeu në Kaçanik. Ndërkohë, mirënjohje do të marrë sot edhe mësimdhënësi tjetër, Bleri Majvazi nga shkolla Zia Shemsiu në Gjilan. Po ashtu, le të na bashkangjitet mësimdhënësja Mirvete Maxhara nga shkolla Mihal Grameno në Fushë Kosovë. Po ashtu, mirënjohje i ndahet sot edhe mësimdhënësës Vjolca Arifaj nga shkolla Bajram Curri në Istok. Dhe mësimdhënësja e fundit që merr mirënjohje sot është Elzona Bekolli Voca nga shkolla Isa Boletini në Zveçan. Urime të gjithëve, ndërsa kërkoj nga ministrja që të vazhdoj të qëndroj në skenë, sepse tani është koha që të ndajmë çmimin Shaban Jashari për mësimdhënësin e vitit. Këtë vit fituesi i këtij çmimi është mësimdhënësi Shaib Krasniqi nga shkolla Naim Frashëri në Breznicë të Obiliqit, të cilin e ftoj të vijë ta marrë çmimin e tij.
dua ta falenderoj kolektivin e shkollës Najm Prashi, Breznic, Komuna Obeliq, atu ku punoj, drejtoreshën e shkollës Ragbeta Gashi. Sepse këta kanë qenë shtërës dhe shkaktar që unë të konkuroj për çmimin Shaban Jashari. Një falenderim i veçantë shkon për nxënësit e shkollës, që besoj se falë rezultatet të tyre të treguara si në nivel shkolle, nivel komune, po ashtu në nivel shteti, unë kam marrë dhe të ky çmim. Kështu që këtë çmim dua ta ndaj me nxënësit dhe kolektivin e shkollës Najm Prashi Breznic në krye me drejtoreshën e nderuar dhe respektuar Ragbeta Gashi. Faleminderit.